kreu strukturës, që tha për Ermal Beqirin e tjera. Tani ore, ti nuk je në kone e më parshme që ti mund të thuash që ne do hetojmë atë dhe asetet e tjera do t'i blokojmë. Ora, ti do pësh analizën financiare njerë që dare më si ka fituar këto para, sepse një nga personazhet që është e dosja Ermal Beqirit apo Zonjës Balluku. Po pra që është e pjesë e Akshit, një nga personazhet ai që u mor penga tjera, ai kishe një shoqëri, po e them me 3 fjalë, kishe një shoqëri, shoqëria ka kishte një aksioner të përgjithshëm, ai ndau aksionet 30% dhe më mas. Tani kur ndashin dividendët në fund, shoqëria kishte fituar X lek, nga 1 milion euro po e zëm, dhe pas 10 vjetësh kjo pensioniste gjendet në 10 milion euro. S'ka rëndësi këtu, nuk përbën, kështu ligjërisht është më rregull kjo. Rregull, edhe këto para, kjo i investon blep prona. Çfarë ka gabim këtu kur ligji procedurial i pjesës tregtare këtu të lejon? Tani, si mund të dalësh ti dhe ne do sekuestrojmë, do të konfiskojmë, nuk mund të dalësh me këtë deklaratë.